Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha komentoi revoltën e qytetarëve para kryeministrisë, duke theksuar se respekton protestën e tyre. Gjatë një komunikimi me gazetarët, Berisha vuri ndukje se Partia Demokratike ka agjendën e saj të protestave, por respekton çdo protestë të shoqërisë civile. Ne mbështesim plotësisht të drejtën e çdo qytetari për protestë, në mënyrë të palëkundur. Ajo është një protestë, nuk është e thirrur nga Partia Demokratike. Dhe nuk ka asnjë thirrje që të mbështetet nga Partia Demokratike. Në këtë kontekst, ne respektojmë plotësisht protestën. Në konferencën për shtyp, Berisha fokusua tek vrasja e policit Enea Mekolli në krye të detyrës. Berisha i përcolli ngushëllimet e tij familjes duke kërkuar një hetim të plotë për të gjithë operacionin ku mbeti i vrar efektivi i shqiponjave. Ai ishte njësia e tij, ajo që duhet dërgohet për arrestimin apo neutralizimin e një banditi të armatosur. Ai ishte njësia e Mekollit, e pajisur me të gjitha mjetet për mbrojtje nga armët e zjarrit. Janë të gjitha këto pyetje të cilat Komisioni i Sigurisë në Parlament duhet t'i shqyrtojë, mbasi të tjerët janë në duart e krimit. Sipas Berishës, kjo ngjarje përforcon alarmin se jeta e shqiptarëve është e rrezikuar për shkak të lidhjeve të qeverisë sipas tij me krimin. Unë mendoj se